E këtë fundjavë në Gjermani do të festohet e kremtohet në gjuhën shqipe me yjet e Kosovës, artistët shqiptar nga Kosova të cilët studiojnë në shtetet gjermanisht folse. Në ngjarjen e organizuar nga shoqata yjet e Kosovës në Emmendingen të Gjermanisë është konfirmuar se do të marrin pjesë personalitete nga jeta politike, diplomatike dhe sportive atjeshme. E detajet ne do i zbulojmë bashkë edhe me të ftuarin të cilin e kemi në mënyrë virtuale, zotrin Tahir Shabani, që është edhe kryetar i kësaj shoqate. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë kënaqësit ju kemi. Zotri Shabani, ndonë se në nda një javë para pavarësisë së Kosovës, ju mbani një ngjarje kulturore që realisht ka një peshë shumë të madhe për komunitetin atje. A është arsye pavarësia e Kosovës kjo? Po, kjo ndërlidhet me pavarësinë e Kosovës për arsye se ne festojmë çdo herë, por këtë radhë do të festojmë ma bukur, ma mënyrë profesionale dhe ma fest ku do të kënaqen edhe jo vetëm shqiptarë, por edhe komunitetet konkretisht gjermane. Dhe bëni shumë mirë. Po pse muzikë klasike dhe jo popullore? Dua që t'ju ngacmoj paksa. I kemi edhe ato, fillimisht në orën 13 filloj me muzikë klasike shqiptare, të falë Kushtrim Gashit dhe ansamblit Kamer Al, dhe pas asaj do të kemi një pauzë, më vonë do të prezantohet shoqata yjet e Kosovës me vallet e saj, me kostume ose me tesha kombëtare. Zotri Shabani, programi me atë sa pash ishte vërtet i pasur. Ju do të keni 6 artistë të rinj shqiptar që kanë studiuar në shtetet gjermanisht folse, thashë edhe në hapje të kësaj bisede, një soprano dhe 5 instrumentist. A janë të gjithë këta nga Kosova që kanë shkuar atje, apo janë fëmijë të lindur e rritur në diasporë? Janë të gjithë nga Kosova, por që kanë kryer studimet pjesë e madhe në Kosovë, por këto kanë ardhur dhe jetojnë me muzikën ose jetojnë me punën profesionale të muzikës. Mirë po, zoti Gashi Kushtrim Gashi është njëri ndër iniciuesit e formimit të këtij grupi, edhe ky grup ka për qëllim që të rritet nga 6 në 60 e më tepër, por ne kemi privilegjin së shoqat që ta kemi premierën këtu në Emmendingen, dhe deri tash rezonanca është jashtëzakonisht e mirë në fal edhe sponsorëve që të cilët kanë ndihmuar që të hjekën shpenzimet e pjesëmarrësve këtu dhe shpenzime tjera. Kemi arritë që të dielën si edhe ashtu po konfirmohet pjesëmarrja me dëshirë, do të kemi një ambient edhe një mbrëmje të jashtëzakonshme dhe me kulturë të mirëfillt shqiptare. Kjo është edhe një dëshmi se të rinjët tanë po punojnë shumë dhe po arrin, apo jo? Nëse më lejohet të ceku, bëhet fjalë për Delina Hajra Gashi, Kelvina Karaj violin, Delina është soprane, Fidan Osmani klarinet, Endret Berisha violoncel, Artida Bakia flöte dhe okarina, ajo vjen nga Cirihu, dhe Kushtrim Gashi, i cili është udhëhec i ansamblit dhe e luan piano. Për neve është një kënaqësi e jashtëzakonshme që pas një viti prezantojmë prap muzikën klasike, ku para një viti kem pas orkestrën e të rinjve nga Kosova, ku kanë qenë 20 vetë këtu në vizitë 3 ditore në Emmendingen, në drejtimin edhe dirigent Kushtrim Gashi, ku është pritë në mënyrë të jashtëzakonshme koncerti i muzikës klasike. Atëherë kem pas edhe janë interpretuar edhe vepra botërore, Beethovenit ose ngjashme. Mirë po, gjermant bën një kërkesë zotit Gashi, pa ju lutem, a ka mundësi që tetër herë kur të prezantoheni të keni kryesisht muzikë shqipe, edhe për fatin e mirë, Kushtrimi me grupin Kamer Al kanë përzgjedh
11 pika, prej tyne 10 pika shqip dhe një është botrore. Zotri Shabani, koncerti do të mbahet më 8 shkurt. A janë bërë përgatitjet e nevojshme, po bëhen prova prakisht në mënyrë që çdo gjë të shkojë mirë mbar? Patjetër rastësinë nuk e lejojmë, deri tash praktika jonë ka treguar që me përkushtim kemi marrë punën seriozisht si kushtrimi me kameral, ashtu edhe ne shoqata jonë. Kështu që kemi edhe konfirmime të mësaferve të ndryshëm, siç e cektë edhe në fillim, nga kultura, nga arti, nga sporti, si edhe politikaj, ku do të jenë prezent në të dielën dhe do ta shijojnë muzikën klasike shqiptare. A mund të përmendim ndonjë emër se kush do të vijë me datën 8 shkurt që ta ndjek nga afër këtë koncert? Me kënaqësi. Fillimisht kryebashkiaku i qytetit e Mendigenit vjen rregullisht në takimet tona, mirë po kanë partneritet ose vllaznim me një qytet të Anglisë edhe ai shkon atje, po për këtë arsye ka dërguar zotin Saha, që është zavensi i tina. Më pastaj vjen kryebashkiaku i Freiburgut, zoti Horn. Pas zotit Horn do të kemi edhe parlamentar të Bundestagut, zotin Janik Buri dhe doktor Fena. Më pas do të kemi konfirmimin edhe të konzulit të udhëheqësit të konzulatës në Stuttgart, zotit Berbatovci, si dhe sportistin e menjor Ardian Krasniqi, nipin Eluan Krasniqit, i cili nga 11 takime profesionale të gjitha e ka fituar me knockout dhe për ne është një privilegj që një djalë i ri i cili i ka kryer studimet dhe merret me boks është një shembull edhe për të rritur këtu në Mendigen. Patjetër se po. Përveç juve, Radio Televizion 21 që do të na përcjellni atë ditë, do të kemi edhe gazetat lokale këtu, gazetën Badische Zeitung dhe gazetën e Mendigentor. Unë do doja zotri Shabani që tani të flasim pak edhe për rëndësinë e këtyre organizimeve, sidomos në paraqitje, në ngritjen e imazhit edhe në vendet e tjera të botës, nga se fal punës që po prezantohet të këtyre artistëve, kjo do të thotë se Kosova nga dita në ditë vetë se po ngritet. Nuk është kështu? Patjetër, kur është formuar ensembli, se ensembli është formuar që 3 muaj diçka, kushtrimi e ka pas idenë që kur të formuat me aq sa është në fillim me 6, me qëllimin që edhe matutje të zgjerohet dhe që përveç sikur të shoqata jonë që vjen me prezantu muzikën klasike, do të bëhet prezantimi edhe në institucionet shqiptare, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, domethënë përfaqësitë konsullore, sepse është një muzikë e cila dëgjohet me ëndje, është muzikë klasike. Po besojmë që kena me arrit qëllimit se para 10, në vitin 2010, kemi pas ne si shoqatë pari herë një ekspozit me krijuesit pamor, është fjala me piktor dhe skulptor. Atëherë nuk i ka njoft bota shqiptare fare, për arsye se kanë jetuar këtu në Mërgat, mirë po me vazhdimsinë që kemi marrë në 6 ekspozita, ata janë të njohur dhe përveç Malmytës që është njoft në Sengen si skulptor aty në qytetin ku ai ka jetuar nga Gjermën, tash gjithë ata pjesëmarrës që kanë marrë një famë edhe qëllimi jonë dhe dëshira jonë është që njëjtën gjë ta arrijmë edhe me këtë grupin e ri, ansamblin e ri kameral, që edhe jemi të bindur se do të ketë më shumë sukses sepse muzika ndëgjohet më tepër se sa piktura ose skulptura që vizitohet.
Uroj shumë që këto synime t'i arrini, zotri Shabani. Por lista e mysafirëve ishte vërtet e gjatë, e folëm e thamë, e përmendëm edhe gjatë kësaj bisede, por kush do të vijë në publik? A kanë shprehur interesim shqiptarët që të vijnë dhe ta ndjekin nga afër këtë koncert? Keni pas ndonjë koment të tillë ose diçka për punën? Patjetër, vetë sponsorët, përveç 2 sponsorëve që kemi gjerman, gjithë tjerë sponsorë kemi shqiptarë, për arsye se e vlerësojnë muzikën e Mirëfelt shqipe, konkretisht muzikën klasike, edhe ata s'kan hezitue, derisa une kushtrimin fillim kemi qenë skeptik, a do të mblidhet puna që të hjekën shpenzimet, për fatin e mirë është bërë një hap i tillë edhe une i falenderoj nga zemra sponsorët, të gjithë ta sponsorë, përveç se janë si përmarrë staf, dojnë edhe kulturën edhe muzikën shqiptare. Për neve është një kënaqësi edhe privilegj kur pas secilin me një bisedë shkurtë telefonike, okej, u kryet ajer, unë do ta kryej obligimin tim. Këta do të vinë me familjarë, këta do të vinë me shokë, do të vinë krijues gjithandej nga Gjermania dhe Zvicra. Për neve është kënaqësi që të kemi atë këtë publik i cili e don kulturën edhe e don të mirën shqiptare, po për fatin e mirë na kemi bërë përvojë që në takimet tona, përveç publikut shqiptar, gjysmën e publikut zakonisht e kemi gjerman. Sikur në rastin e funit, sepse që në vit në kronologjinë tonë 17 vjeçare, na çdo herë kemi musafir gjerman edhe ato të nivelit të lartë, si të politikës, si të artit, si të kulturës. Herën e fundit e kemi pas zotin Ulrik Mecka, një dirigent i cili është në orkestrën e Berlinit, edhe i cili na ka ndihmuar atëherë që lodrat cilat s'kemi mujt të sillen për Kosovën na ka figuruar ai, ndërsa të gjitha instrumentet tjera muzikore kanë ardhur me orkestrën e Trive. E ai tha diçka të jashtëzakonshme, po shoh këtu ato që po interpretohet shqip, po ka temperament, po ka ngjyra, po ka lloj-llojshmëri. Ju lutem 8 herë të interpretoni vetëm shqip. Kjo na motivon neve edhe jemi shumë edhe herë po them privilegjuar që shoqata jonë e ka privilegjin që Kamer Al ta prezanton ose të ketë premierën të nas pari, edhe unë jam i bindën që kalendari i tyne ma nuk do t'jetë i tem mbushur, ndoshta edhe do t'i refuzojnë për arsye se premtojnë se këta njerëz të artit të dëgjuarit ta i dhojnë kontributin në publikun ose në ambientin gjerman, ku pritin jashtëzakonisht mirë edhe për neve herë po them është privilegj e kënaqësi. Natyrisht se po të marrësh komente të tilla pozitive është një lloj krenarie në vete. Meqense se jemi edhe në fund të kësaj bisede, unë do doja që këta minuta të fundit t'ju lë hapësirën juve që të bëni thirrje në mënyrë që sa më shumë mërgjimtar të cilët jetojnë aty pranë t'ju bashkangjiten në këtë koncert. Për fat të mirë, pasi sponsorët kanë hjek shpenzimet në koncertet klasike, këtu janë biletat jashtëzakonisht shtrejt, në rastin tonë do ta kenë hyrje falas, por deri me të 5-in është obliguar të lajmërohen kush vin, në mënyrë që të kemi pjesën ndërmuese të dimi kush po vjen dhe i bëj thirrje të gjithë njerëzve që dojnë muzikën klasike e janë në Emendingen me 8 shkurt nga ora 13 në Centrum për Psikiatri, në festhalle ku ato do të shijoni të mirën, ato do të shijoni të bukurën dhe do të keni një rast të jashtëzakonshëm edhe të mirë që takoheni me njerëz të artit, të kulturës, të sportit. Ju lutem mos e lëshoni këtë rast e jani, për arsye se edhe Kamer Al, edhe në shoqata yjet e Kosovës e kemi bërë këtë të mundshme. Nuk e vënë në dyshim se do t'jetë një mbrëmje artistike e mrekullueshme dhe besoj se do të kemi edhe detajet e tjera nga fotografitë e shumë çfarë ju do të ndani edhe në rrjetet sociale. Zotri Shabani, kënaqësi që realizohem këtë bisedë bashkë. Kënaqësia është e ime edhe
më falni, por keni shumë lobim ju televizioni 21 sepse në periudhën prej vitit 2010 neve ne keni hop jo dritarën, po derën, edhe çdo herë na I prezentoni ato gjërat që ne bëjmë këtu me kënaqësi edhe bëjmë baza ndërtare. Kështu që një falenderim shumë I fortë për juve dhe paqë bekim në Zotit. Faleminderit shumë për kënaqësi të promovojmë gjëra të bukura. Edhe një herë faleminderit shumë për bisedën. Me kënaqësi, faleminderit.